Seriali Adoleshenti. Një mëngjes i trisht ku një 13 vjeçar arrestohet për vrasje. Prindër të tmerruar që nuk u besohet se çfarë po ndodh, të cilët insistojnë në pafajësinë e djalit të tyre, deri në momentin kur dëshmohet me video se ai është fajtori. Bisedat e thella me psikologën nxjerrin në pa vështirësi të mëdha të adoleshentëve sot. Bullizëm të nivelit të lartë në forma virtuale, përmes kodeve që as policia nuk arrin t'i di, por njohuri për të cilat kode kanë vetëm fëmijët brenda shkollës. Por pavarësisht që ndodhte bullizëm i heshtur ndaj 13 vjeçarit, kishte ndikim aq të madh tek ai sa dërgoi deri në vrasjen e personit që e bullizonte. Po ashtu, gjatë bisedës me psikologën del në pa se adoleshentët sot janë të informuar për gjëra të cilat nuk janë konform apo që kapaciteti i tyre mendor nuk mund t'i përballojë, siç është pornografia. Ndikimi ekstremisht i madh dhe i pakontrolluar i rrjeteve sociale na bën me mendu se duhet të ndodhin ndryshime të mëdha në fushën e edukimit. Përfshir edukimin brenda familjes dhe brenda institucioneve arsimore. Ne si prindër t'i kuptojmë ndjesinë ndonjëherë dhe të çuditshme të adoleshentëve tonë. Si mësimdhënës të lëm anash edukimin klasik, ku vetëm unë kam të drejtë. Kuptoje fillimisht se çka po e dërgon adoleshentin në një sjellje problematike. Derisa nuk ndodh ndonjë ndryshim social i përgjithshëm për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me edukimin, na mbetet neve si prindër, si mësimdhënës, t'i menaxhojmë në formën më të mirë që ne e vlerësojmë. Të mos harrojmë se mbështetja e profesionistit të shëndetit mendor në këto situata është gjithmonë shumë e mirëseardhur.